Ka një vit që na ka lodhur firma Doma. Dhe për këtë lodhje që na ka lodhur firma Doma, do marr përgjegjësi 1.000. Se nuk ja kemi bërë të rruhet firma Doma, të vej emrin proj, ajo pru, nuk është luz, as nuk është ujë me bo centrale, nuk është ujë me mjaftu popullin e Kurdarisë. Se rezervarin që e ka bo partia e punës, që ka shkull shtëpiat, ka bo rezervarin, nuk e ka bo kot, e ka bo se ishte ujë që nuk na mjaftonte. Masë në gret Doma thot, unë nuk ngacmoj ju, nuk u morë ujtin ju. Çfarë ujti dë me morë ma tepër, ai na ka morë jetën e, se si të mori ujtin të lidhi kontratën. Po ujti është poshtë fshatit? Nuk është poshtë fshatit, se ai të lidhi kontratën. Ai në muj, para se me morë vaditje në qershor, ai do i fuzi tubën 300, do thaj qenin, do thaj burimet, do thaj gjithë ujnat. E në zot i këti ujti e gjithë Kurdarisë është Doma, nuk është populli Kurdarisë. Po aja ka dokumentacionin e plot? Ai nuk ka asnjë lloj dokumentacioni. Dokumentacion ka vetëm shtëpinë e vet. Kjo është shtëpia e Kurdarisë, kjo populli Kurdarisë. Ta di shumë mirë se kush është Kurdaria. Kurdaria është një popull i urtë, është një popull i butë, që e ka nxjerrë me faqet bardhë dhe ti iki Doma për këtu, po që e burë. Po që e burë, do ngellet në gjaku ujë do i bëhet. Do të rezistoni? Do reziston deri në fund. Deri në vdekje. Nuk ka për ta prek kush për ta cenu natyrën e Kurdarisë. E natyrën e gjelbër të gjithë popullit të administratës Suq Kurdari. Se këtu jetojmë na, nuk jetojmë në Tiranë. Nuk jetojmë mas një vend tjetër. Kjo është Kurdaria që marr rreth e motit, ma Tiranës, se Tirana 20 minuta është. Shko tjetër i flenë ndërë në Tiranë e vje punë këtu. Jeme na mor jetë kështu. Se ka thënë Doma qish villin, dhe ka morë pri Ballukës, ku shoj e Balluke? Shta ka pru Balluke në këtu? Një sekund. Bashkia ndesh të qëndroj, me popli bashkia ndesh më qëndroj. Popli do të vetë gjithësoj, Kurdaria do vetë gjithësoj, në vete. S'ka që vilimot dhe vazhdoj popli. Jetën nuk ne merë në një firmë, as ai bashki për 3 vjetë, as qeveria e Tiranës që. Ka 8 muaj, banorët e Kurdarisë protestojnë në mënyrë paqësore, pa dhomë, me kulturë. Ka 8 muaj që njerëzit janë të stërsuar, që nga fëmijët e kopshtit deri te ka 8 muaj, banorët e Kurdarisë protestojnë në mënyrë paqësore, pa dhomë, me kulturë. Ka 8 muaj që njerëzit janë të stërsuar, që nga fëmijët e kopshtit deri te. Ju sot përzot punojësit e firmës? Ne sot përzum këtë punojësin e firmës, Fadromisin, sepse ne ka 8 muaj që përballemi me këtë firmë. Kjo nuk është firmë, kjo është një grabiqar, sa më ta thush, një tizar. Populli i Kurdarisë ja ku është. U bën 8 muaj që këtë popull po lënë punën e po vinë mbas firmës tash të quajtur Doma. Ne i bëjmë thirrje, na leni rahat në shtëpi tonë, se Kurdaria nuk ka për ta lënë gjallë me bën këtë. Po firma Doma ka avu dispozicion dokumentin e duhur, dokumentin e plot, dhe ajo pretendon që unë nuk u prish punë banorëve se unë burimin e ujit ta mor poshtë fshatit. Po. Ai pretendon se ka letrat, ato letrat se si janë bën, ne nuk e dimë. Dhe çështjen e kemi në gjykatë, është çështja në gjykatën e apelit. Por duhet ditë mirë se qysh në kohën e partisë punës është një rezervar që merr 500.000 metër kub ujë këtu. Që do të thotë, ky rezervar do 3 muaj për mu mbush. Dhe rezervari mbushet nëpërmjet këtij burimi. Dhe rezervari mbushet nëpërmjet këtij burimi. Pastaj, po të mbush ky rezervar, popullin e Kurdarisë ku ta çojmë? Ta çojmë ta shpërgulim, se Kurdaria është hambar i qytetit të Borrelit, me gjithë problemet që ka me të gjitha perimet edhe perimet dhe
Të gjitha. Po me kë jetoni? Me fuqi jetoni? Ani fshat prodhues, fshati më prodhues në rrethin e Mallit. Tashti, duhet ta di se Kurdaria ka bën luftë me Gajor Pashën me majorin e Flasim për këtë nuk ka lënë ashtu. Jo të lë një dëm këtu për me spopullu. Ka një vit që na ka lodhë firma Doma. Dhe për këtë lodhje që na ka lodhë firma Doma, do majtë përgjithësi 1-1. Se nuk ja kemi bërç të rruhet firma Doma, të vej emrin proj, ajo pru, nuk është luth, as nuk është ujë me bo centrale, nuk është ujë me mjaftu popullin e Kurdarisë. Se rezervajnë që ka bo partia e punës, që ka shkull shtëpiat, ka bo rezervajnë, nuk e ka bo kot, e ka bo se ishte ujë që nuk na mjaftonte. Mësë në gret Doma thot, unë nuk unë ngacmë ju, nuk unë morë ujtin ju. Qarë ujti dëme morë ma tepër, aj na ka morë jetën e, se si të mori ujtin të lidhi kontratën. Po ujti është poshtë fshatit. Nuk është poshtë fshatit, se aj të lidhi kontratën. Aj në muj, para se me morë vaditje në qëshor, aj do i fuzi tubën 300, do thaj qenin, do thaj burimet, do thaj gjithë ujnat. E në zot i këti ujti e gjithë Kurdarisë është Doma, nuk është populli Kurdarisë. Po aja ka dokumentacionin e plot. Aj nuk ka asnjë lloj dokumentacioni, dokumentacion ka vetëm shtëpinë e vet. Kjo është shtëpia e Kurdarisë, kjo populli Kurdarisë. Ta di shumë mirë se kush është Kurdaria. Kurdaria është një popull i urtë, është një popull i butë, që e ka nxjerrë me faqet bardhë dhe ti iki Doma për këtu, po që e burë, po si e burë, do ngellet në gjaku ujë do i bëhet. Do të rezistoni? Të reziston deri në fund. Deri në vdekje. Nuk ka për ta prek kush për ta cenu natyrën e Kurdarisë. E natyrën e gjelbër të gjithë popullit administratës Suq Kurdari. Se këtu jetojmë na, nuk jetojmë në Tiranë. Nuk jetojmë mas një vend tjetër. Kjo është Kurdaria që marr rreth e motit, ma Tiranës, se Tirana 20 minuta është. Shko tjetër i flen ndër në Tiranë dhe vje punë këtu. Jo me na mor jetë kështu. Se ka thënë Doma qish villin, dhe ka morë pri Ballukës, kush ojë Balluke? Sa ka pru Ballukja në këtu? Një sekund. Bashkia ndesh të qëndroj, me popullin bashkia ndesh më qëndroj. Populli do të vetë gjithësoj, Kurdaria do të vetë gjithësoj, në vete. S'ka që vilimot dhe vazhdoj populli. Jetën nuk ne merë në një firmë, as ai bashki për 30, as qeveria e Tiranës.